Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Sillu me të tjerët siç dëshiron që të sillen me ty. Një urt ka thënë se ai që kërkon gabimet e të tjerëve është si miza, ulet në atë që është e keqe. Disa njerëz janë të molepsur me fjalën por. Sa herë që u përmend dikënd, ata do të thonë diçka si: ai ka ndonjë të mirë, por ajo që vijon pas fjalës por është kritika, fajsimi, censura. Mirë për secilin që ofendon e përqesh, që është përgojues e që mbart fjalë ndër njerëz, dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Sa më të drejtë jeni me të tjerët, aq më shumë do të na respektojnë. Edhe e kundërta është e vërtetë. Asnjë njeri i mençur nuk mendon se do të fitojë respektin dhe lavdërimin e të tjerëve duke i përçmuar ata dhe ulur vlerat e tyre. Të mirë ata që mangut masin e peshojnë. Jini të drejtë me shokët dhe thirrini me emrat që u pëlqejnë më shumë. Mos përdorni llagape që ata ju urrejnë. A do t'ju pëlqente që të tjerët ta bënin këtë me ju? Jini të drejtë ndaj bashkëshortes. Sa shpesh ndodh që një grua pas një dite të tërë gatimi, pastrimi dhe fshirje, sheh që i shoqi i saj kthehet në shtëpi dhe është i verbër ndaj përpjekjeve të saj. Indiferenca e tij i bën më shumë dëm se çdo fjalë, në të ndjerit e saj e papërshtatshme dhe e papërfillur. Ndaj, tregoni vëmendje ndaj të tjerëve dhe falenderojeni ata për çdo të mirë që bëjnë. Lavdërojeni pamjen e gruas suaj kur harxhon kohë për ju dhe falenderojeni për devotshmërinë e saj të përditshme ndaj jush. Shmangni të qenit artificial. Lexova një herë një poem të Eburi Shahut dhe u pushtova në çast nga fjalët e tij. E mbajta mend poemën dhe studiova stilin e tij. Pas pak, më duhej të paraqisja një poezi në një recitim shkollor, ndaj u përpoqja të imitoj stilin e Eburi Shahut. Problemi vetëm këtu ishte se unë nuk jam ai, kështu që fjalët që dolën ishin të rënda dhe të ngathta, ndërsa poema ishte në tërësi e zbeht dhe pa vlerë. Pas asaj dite nuk kopjova më stilet e të tjerëve. Fillova të shkruaj atë që ndjeja, dhe kësaj isha menjëherë i aftë të fusja personalitetin tim në poezitë e mia. Po ashtu, një herë u fala pas një imami në Xhide. Ai po përpiqej të kopjonte një recitues të famshëm, por sa larg ishte ai nga kjo. Zëri i tij ndryshonte shumë nga ai recituesi të famshëm dhe përpjekja e imitimi dukej shumë e dështuar. Mezi munda të duroj sepse e ndjeja sa fort po përpiqej të arrinte ngjashmërinë. E kuptova se Allahu ka krijuar çdo person me cilësitë e dallueshme, karakteristikat dhe talentet e posaçme. Secilit nga ju i kemi caktuar një ligj dhe një rrugë të qartë. Nëse do të shkëlqesh në diçka, përpiqu të ndjekësh një rrugë që i përshtatet edhe natyrës, edhe aftësisë tënde. Thuaj, secili vepron sipas rrugës së vet. Nëse se bëni dot diçka, lëreni atë. Dikur mbaja predikimin e xhumas në qytetin e Abhas. Shumica e ligjëratave të mia merreshin me aspekte të ndryshme të jetës së pejgamberit. Dhe kjo mu bë si specialitet me të cilin ndihesha rehat. Dikush më kishte kërkuar të mbaja një hutbe mbi prirje në rritje për dhurata martesore ekstravagante. Nuk më pëlqeu ta pranoja kërkesën, sepse ndihesha më rehat të flisja për jetën e pejgamberit. Megjithatë, dhash një ligjërat për temën në fjalë. Citova vargje nga Kurani dhe hadithe nga i dërguari i Allahut. Po e mbuloja temën në një mënyrë të dobët dhe ndjeja djersën të më dilte në balë. Pasi përfundoi, ndjeva se kisha bërë punë të dobët duke folur për atë çështje.
Prandaj vendosa t'i përmbahem vetëm asaj për të cilën kisha aftësi. Unë nuk jam prej atyre që bëjnë trillime. Secili prej nesh duhet punoj në një fushë ku është i aftë. Pejgamberi ka thënë: vërtet, Allahut i pëlqen që secili prej jush, kur bën diçka, e përsos atë. Mos u tregoni kaotik në jetën tuaj. Një ditë grumbullova 12 tefsire të ndryshme të Kuranit. Atë të Taberiut, Ibn Kethirit, El Begawit, Zehmasheriut, Kurtubiut, El Zilalit, Shankitiut, Raziut, Sheukaniut, Hazinit, Ebu Mesudit dhe El Kasimiut. Doja të lexoja çdo ditë nga secili prej këtyre librave komentin e një ajeti kuranor. U përpoqja për ca kohë, por shpejt ndjeva mërzi dhe lodhje. Është e vërtetë se isha entuziast, por isha treguar shumë i ngutshëm në planifikim dhe zgjedhje të metodës së studimit. Studentin e shkencave islame do ta këshilloja: mos e mbingarko veten me një numër të madh librash. Mënyra më e mirë është të planifikosh dhe të zgjedhësh me kujdes atë që lexon. Është e një rëndësie të madhe të jesh konsistent, madje edhe nëse bën vetëm pak. Vepra më e preferuar e pejgamberit ishte ajo që praktikoi vazhdimisht, edhe pse mund të ishte e vogël. Rivaliteti për të grumbulluar sende ju habit. Pasi mora një shumë të mirë parash, u vërsula në librari me qëllimin e blerjes së një kopje nga çdo libër që mundja. Entuziazmi i çastit më pushtoi të tëri. I mbusha raftet me libra nga shumë prej shkencave. Temat ishin jurisprudenca islame, sociologjia dhe libra mbi dijen e përgjithshme. Doja të filloja të lexoja, por nuk dija si t'ja nisja. Pash se librat e ndryshëm në një shkencë prireshin të plotësonin njëri tjetrin. Të tjerët mu duken të një rëndësie të vogël. U këshillova me disa dietar dhe i pyeta se si duhet të studioja. Ata më udhëzuan në një mënyrë që doli e suksesshme. Ata më sugjeruan që të lexoja vetëm librat kryesorë në çdo shkencë islame dhe t'i studioja ato në thellësi. Tërë librat e tjerë, më thanë ata, duhet i lija më njanë, përveç se në rast kërkimesh mbi një çështje specifike. Isha shumë i kënaqur me rezultatet. Ndjehesha më i organizuar dhe më i rehatshëm në ndjekjen e këshillës së tyre të thjeshtë, por me vend. Juve ju preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë, fëmijëve, pozitës, derisa ti vizitoni varrezat. Ka studentë që shkojnë në ekstremet kërkimit për dorëshkrime të rralla. Ata grumbullojnë gjithnjë kopje librash të rrallë, e prap do të shihni se shumica e tyre nuk i ka lexuar plotësisht as librat më të rëndësishëm. Një njeri që njoh ishte i mërzitur që nuk ishte mundur të gjente një kopje të tefsirit të Mukatil Ibn Sulejmanit, por akoma nuk kishte lexuar plotësisht as tefsirin e Ibn Kethirit. Dhe ka midis tyre, hebrejve, njerëz ignorant që nuk dinë për librin veç se ca fantazi të vagullta dhe supozime. Kur mos ndiqni çështje të vogla, kur ka çështje edhe më të rëndësishme. Jepini përparësi gjërave. Filloni gjithmonë me çështjet më të rëndësishme. Ai që nuk e njeh qëllimin e vet, do të ketë udhtim të gjatë e të lodhshëm përpara, i cili nuk e shpije as gjikundi. Epilog. Ejani së bashku t'i kthehemi kënaqësisë që na ofron Allahu, i vetmi, i pasuri, i gjalli dhe mëshiruesi i pakufishëm. Le t'i afrohemi derës së hyjnisë së tij dhe atij t'ia shtrim duart duke kërkuar atë dhe ndihmën e tij. Ai është shëruesi, krijuesi, furnizuesi dhe ai është që jep jetë dhe vdekje. Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër.
e na ruaj prej dënimit me zjarr. I dërguari i Allahut në disa lutje të tij e thonte: O Allah, të përgjeroj të më falësh shëndet dhe mirëqenie të përhershme në këtë botë dhe në përjetësi. O Zoti ynë, kërkojmë prej Teje më të mirën që kërkoi i dërguari yt Muhamedi dhe kërkojmë mbrojtjen Tënde prej atyre të ligave nga të cilat i dërguari yt Muhamedi kërkonte mbrojtjen Tënde. Zoti ynë, Ty të lutemi që të na mbrosh nga zemrimi e hidhrimi, nga ligështia dhe përtatësia, nga kopratësia e frika, nga borxhet e thella dhe vërsuljet e padrejta të njerëzve. I lartësuar qoftë Allahu i madhruar nga përshkrimet e të tjerëve. Paqja e Zotit qoftë mbi të dërguarit e Tij dhe vetëm Atij i takon falënderimi i pakufishëm.